që sot kur familja nuk ta uron një të mirë, që kena shumë familje, na mundu me paraqit këto, o e kam familje ma të mirë, çdo familje ka probleme. Na mundu me folë çdo ditë që unë e kam familjen perfekt. Nuk ka familje në këtë botë që të pakten, dikosh ka zili, ka lakmi, ka diçka të këqija, po që ti mundesh me vendosë kush është familja jote. Unë gjithmonë të thamë, ti e krijon familjen tone, e krijon për njerëzve që rrin, e krijon për njerëzve që ta japin qatë dashamirësi, qatë respekt, qatë vlerë, edhe nëse ti s'je lind qatë familje që ti mendon që e meriton, ti mundesh me kriju familjen tone. Unë e di që kam u parashikuar shumë për çet fjali, por unë mendoj që është mirë të pakten që të familje që lind edhe rritesh, më mundu me bo ma të mirë se që ata që jenë komparateje e kam bo, sepse na du të me kuptu që familjet e tuna, po se shqishna që kina dalë në diaspor 70, 60, s'kam pak mundësi edukimi, shkollimi e të tjerë, dhe kanë dalë për një bukoje dhe për me pot familje ma mirë. Na, generatat e dyta, e treta që jena të u linda tje, ose që jena edhe këto, mas luftës i kena mundësit shumë ma të mira, për mi eduku edhe prindrit e tonë, se jo dhe gjyshërit tonë, për një jetë ma të mirë, dhe ata përshoven edhe vetë me telefona, me interneta, se qka shka ndodhë në për botë, dhe qysh është ma mirë, jo për ma keq ko gjithmonë ma keq. Po njeri mu mundu për ma mirë edhe në shoqni, për shumë kur Orbe e ka qelë një biznes të vetit, unë i më shku qatë dhe që u qelë, edhe i më shku vish 5 minuta, se i më konë prigjimit, do thotë si më konë as veshën për me dollë, se që i më konë një 300 veta, më doket, edhe i kumë full çdo njeriut, edhe i kumë uru suksesin e tina, sepse suksesi i tina nuk është për i suksesit tem, na do të me kuptu njëre për gjithmonë. Suksesi jem nuk është për i suksesit Mirlindes. Kur Mirlinda ka sukses, unë krenuna me suksesin e sojnë, sepse unë e di që në kratë sojna, u më hopen edhe mu dyrt. Kur mu më hopen dyrt, i hopen edhe vajzave dhe shokëve të mi ose shoqniste. Dhe kjo është ajo që unë në Kosovë, ose të shqiptarët, e vrej pak ma shumë, ma edukshme, se sa në shoqërit angleze, finlandeze ose suedeze. Qa po të shrunë ty këto fillimisht? Qa po të shrunë që? Që përshamu të Gjullis më ka uru për këtë biznes. Jo, unë konsideroj... Masi është ndërkombëtare se si kështu më ba reklamë. Unë konsideroj që si shoqni na janë servu gjithmonë muzat dhe kemi kriju ide dhe kemi dash me qenë si dikush. Me thonë, na u shfaq gjithmonë një farë muze, një artist, një këngëtar, i kanë qenë në emrat përveçshëm, numër i vogël, ndoshta edhe si shoqëri jo shumë mundësi për më shfaqën botë, aso kohë na janë kriju muzat, edhe unë besoj që ky ka qenë gabimi. Do me thonë që të bëhemi si dikush tjetër. Kush ka qenë muza jote? Nuk e di, kum pas varësisht prej kohëve, do me thonë, një prej tyre muza em ka qenë MJ. Do me thonë, kur flas për MJ, flas për Michael Jordan, e kum pas, pavarësisht me 7 jem shumë i vogël në basketbollin, e kum pas do shta dashnin e jetës. Me do përshët Michael Jackson, zonë e kum pas Michael Jackson. Tasha MJ t'ja tregura publikut për shka. Michael Jordan ka qenë një prej muzave që unë kum pas gjithmonë e kum pas si një rrugë ose një udhërfys në fushën kur unë kum ushtru basketboll. Tani gjatë kohës ka ndryshu profilet varësisht prej ku jam profilizu edhe ku kum dash më specializu, kështu që ka pas shumë edhe shumë mirë që ka, dhe uroj që tashmë edhe në talme me pas ma shumë mundësi, me pa ma shumë, edhe tu pa ma shumë atër edhe mundësia për mësë me gabua shumë e madhe. Orbre tha shumë mirë këtë gjë kur janë 8 bilion njerëzi, pse na do të mu bosi dikush tjetër kur ti mundesh me konë ajo që je shumë unike, është vish një genetik me Gjulin ose Orbre ose Mirlinda, do thot, na do të me kuptu edhe me eduku shoqin tonë që gjëja me shajt është këtë botë që te ki deanon, qaq të veçanca, askush nuk është si ti, përveç nëse të klonojnë, është tjetër sa, po flasë që është qaq unike, që vish një person këtë botë, për 8 bilion njerëzve është si Mirlinda, si Orbi, si Gjuli, e të tjera e të tjera. Dhe pse mos me praise, mos me Eduard Trokit, që tonë që mu bo vetvetja, jo me kopju dikan tjetër, se në fundja gjithë mu vetvetja fiton. Në qëfar do sfide? Po, se pa da me inspiru edhe me kopju. Brikene më jaftu shumë e pam, se mos më mendoj që po plasim veç për brikene, kështë që rëzia faleminderit. Po, hajta se... Tërsa me thonë të kjo pjesa e bizneseve, shumë shpesh për shokove të fundit në rrjetet sociale, vajza të reja që po hapin biznese dhe ankesën kryesore kanë që njerëz që i kanë konsideru ma të afërt, zhdukën që ato momente dhe nuk janë aty mi suportu. Që të probleme kanë pas asambleistat. Melina, a ke tentu të si vajzëre me ba një
të rëndësishme në karrierën tonë dhe me hap diçka dhe ndoshta me pa këtën që po thotë, ajde, atë mosgatishmërinë e njerëzve për të Qoftë edhe me një sukses është këto, zë më thonë pas tjetër biznes ende nuk kam fillu deri Po ke sot. pot një, ata tregoje cilën ke pot me bo. Po lejoj Gjuli nëse do të tregon. Se e ka pot një biznes që unë ka ftu musafir e parë, edhe ku ta me gjithë që vi. Dali, ajo është proces e sipër. Mos ja zbuloj çikës planet. Veç u zgjat pak se ndonjëherë kur i ki gjana gjithmonë veç në dorën tonë dhe mandej zgaten pak më shumë. Po, unë deri sot diçka biznes nuk kam pas, të hapun ose nuk kam tentu me pas. Po, unë e kam vrejnë ndoshta edhe atë jo dashamirësi, ndoshta veç për faktin kur unë e kam fillu me punu në televizion. Ndoshta unë e kam vrejt edhe të shoshnia që kam fillu me trajtu ndryshe. Para syve ndoshta ma mirë, po unë e kom ditë që nuk janë të e dashtë faktin që unë ndoshta ju mbot ashtë një ftyrë publike ose diçka. është shumë e rëndësishme që ti si vajzë ose si djalë mos mu bazu në çka rrethin ndoshta kanë me të suportu. Nëse ti vendos edhe me hap një biznes, do të me pas parasysh gjithmonë që me shku, me depërtu për te njerëzve që të njohin. Se nëse ti fillon bazohesh me hap një biznes, do më thonë, në rrethin tënë, atëherë me shumë gjasa mundësh me dështu. Se kjo është vërtetu... Falimentan. Po, është një ndër vite që jo gjithmonë e jotit të suporton edhe që shtojnë që ta bën e jotis, ta bën përkosh. Gjulje, sa i kanë suportu pitet e Gjuljet? Prej fillimeve, me qenë sinqert. E sinqert do jem gjithmonë 100%. Është një fjallë e urtë anglisht të thojnë open a business, see who are your true friends. Mire ta dhe Milinda që me hapen një biznes dhe vrin kush janë njerëzit dashamirës që ta dojnë të miren. Zakonisht, kur të hapsh një biznes e vrin tek njerëzit e tu dhe shoqënia që janë mas pakte që të suportojnë. Është fatkeqësi kjo që e thash, por unë gjithmonë e ku mendu që pitit e gjuhit ka me konë globale, s'kam nevoj për 100 njerëz, 200 njerëz, 300 njerëz, por normal, familja ngush, babi e nona, normal që më kanë suportu shumë edhe disa shoke shoqe, por që kur e mendoj që ti njeh shumë njerëz, ma shumë ku morë suport për njerëz që kanë orë për Zvicre, Gjermanie, Anglie, Finlande, me hongër pitet e gjurit dhe kanë bërë një story tag, se sa shoqënia që ti çdo ditë na shta vjen çat pikë ku janë shit pitet e gjurit dhe kur s'kan bërë story. Arber, kur e ke fitu Big Brotherin, kur e ke fitu Big Brotherin, do të thonë ka qenë një moment që po. Vetëm me plotsu, një gjë duhet me ditë, me qenë goxhat vetëdijshëm edhe evident për këtë pjesë. Suksesin s'ta fal kurkush. Jo vetëm të ne shqiptar, po kërkon në botë. Suksesin duhesh me kërku shumë, me punu dhe gjithmonë me marrë, me boni jenë hulumtimet primare dhe sekundare, para se me hap një biznes, aty do më thonë të e kupton ku je. Kjo nuk du më futash literaturë. Jo, mos shko se edhe që emisioni tu plëcu, kështu që më pyetje konkrete më mirë. Kur e ke fitu Big Brotherin, një moment shumë i rëndësishëm. Jo, unë nuk... Me atë sa mundet. Ja, mos e mani për fjesë, që qëllimin e mirë e ka. Gjithmonë bi plëtsoj, këto pëtojnë 80% shumë për mundona me pli kontribush 20%. Dhe qëllimin e mirë e ki, që është më rëndësi. Kur e ke fitu Big Brotherin, a e ke pas ti këtë dashamirësin e njerëzit të afërt, a e ke vrejt, a ka pas edhe shoqëni që ke humba apo jo, për të lidhur me këtë që po flasim? Ndoshta ka qenë, nuk me folë për vetën e parë, kam shumë problem. Me folë për vetën e parë, po duna me thonë. Unë kur kom fitu ka qenë mas 5 viteve, fitën një shqiptari Kosovës për herë parë, dhe ideja e gjithësoj ka qenë që kudo që kom taku shqiptarë, sidomos me tekst veçantë Kosovës, i unë gëzu suksesit, ata bohën bashkë një me ty. A ke umë shoqëri? Jo, ata gjenë vetën të ti krenohen me ty, fitu si gjithmonë është i pa kontestushëm, nuk duhet mu kontestu dhe mu diskutu fituse, është vota e publikut që e përcaktan, kështu që në këto rrethana, se cili që fitonë një azgas dorën, për arsye se publiku ka mendu që ajo është personi adapt. A më pëlqen mu, ose se më pëlqen është krejt diçka tjetër, tani është çështje preferenciale, që nuk du mull shumë në diskutim për këtë pjesën, por që unë kom gjetë një mbështetje të madhe, shokët dhe shoqët që i kom pas shokët klasës, unë kom qenë e ri 23 vjetë, edhe vazhdoj me qenë më i riu që ka fitu ndonjëherë Big Brother në Shqipëni. Vetëm 23 vjeçar, apshale ajo më i ri tash. Si mi pas 14 u kanë, do më thonë zlogë debat pa. Me përvojë. Po ata i ke harxuar jo? Këto pyetje jam mirë nuk përkasin ty se konsideroj që Gjulje e fituesja është i diskutueshëm ajo. Jo, ndoshta mu ndërlidh me këtë me thonë që vota, po e na e dina fort mirë në fund që do më të plotsu Gjulje. Po të plotsu 40% që orë din që 20% është rënë. Nuk guxoj se atëherë
mund është më denoncu. Unë kësa e kom frikë. Momentin që dush me pas prova, momentin që nuk zon prova, atër mundet pala tjetër me të vënu. Po, letiqitim në... Atë arsye nuk e epi drejtës vetën, në tonë që nuk është e drejtë, nuk është e sakt, është e manipulume, sa atëherë momentin që akuzon tjetërin dush me prit edhe ndoshta një ftesën gjykat për mi demantu këtu edhe mi nxjerr faktë. Unë asnjë fakt nuk e kam. Unë për atë kohë që kumë qenë, do më thonë, për sa ka qenë Big Brother me njerës tjeshtë, vazhdoj me qenë fituesi me vota mas shumë të rekord. Qa ka ndodhë me VIP nuk e di, nuk kam detaje, nuk kam numra. Që shpëthojnë këta kandidat për kryetarët komunave, fitues absolut. Jo bre, qëre, dalojnë reality shows prej një biznesi ose prej një jetë normale që ka e curie dhe vazhdojnë. Kështu që njerës mujnë me pa gjelozi, sidomos gjelozia është prej konkurencës. Jo gjithmonë gjelozia duhet me pa me sy negativ, unë e shoh dhe gjelozin si të mirë, në më tonë për marrit, po njëjtin sukses që ka rrit Gjuli, kjo nuk është gjë e keq, që është e mirë. A ne vaj kam probleme folë për vetën. Se të folë për Gjulin kesh. A një të folë për Gjulin kesh. Nuk po jesh shumë i vëmendshëm. Nuk po jesh shumë i vëmendshëm kjo për mua pak shqetësuese, se unë konsideroj që je prej njerëzve më të shqetësuese po është e kuptueshme. Mish mund të lidh pak me orën. Po atje me plotësu. Jo me plotësu, mund të lidh. Që e përmendi që këta dy që e përmendën fakt që ndonjëherë në sytë e publikut fiton edhe ai që nuk e meriton. Unë shumë shpesh e vrej që antagonisti është ai. Ta në varet, ndoshta gjithmonë nuk është. Ka raste edhe kur nuk është, po gjithmonë ka me pas rastet e tilla. Edhe mund pengon për vete personalisht shumë shpesh kur i shoh njerëzit të komentu o bre, po kjo nuk është shumë e aftë, ose nuk është shumë i zoti, ose se ka meritu që aty pozitën ku është. Po edhe nëse ndoshta nuk e ka meritu 100%, edhe ndoshta ka një opcion tjetër që e ka meritu shumë a shumë. A e ka pas fatin e tillë. Pse na do të me diskutu për diçka që një person e ka pas fatin e tillë. Do më thonë ti gjithmonë ndoshta keme pas raste ku ka me kon dikush shumë a i zoti se ti, po ti keme kon pozitë më lart se ai person. Po do më thonë që ti do tash me pas urrëtie ndaj tij ose ai person ndaj teje, jeta është e tillë, nuk mund të gjithmonë. Po kur ta shoh Reinald këtu. Po fiks, po ta shoh Reinald është dikush tjetër, pastaj do të bitera. Jo gjithmonë se jo gjithmonë njëri i dur është momentin e duhur, fiks. Bravo. Edhe suksesi faktikisht shumica që kanë fituar, nuk po flas vetëm për president ose për kryeministër, ka pas suksese të ndryshme dhe fakt dikush tjetër shumë më shumë ka pas sukses që u kon backstage se sa front stage.